Mirëdita të gjithëve, së pari më lejoni që të falenderoj pjesëmarrësit e takimit të sotëm, I cili ishte takim konsultativ lidhur me konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, që është obligim, është detyrë e të gjithë neve deputetëve të dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit e të betuar me 19 prill. 19 prilli për këtë legjislaturë të 9 ishte dita më e mirë, për shkak se atëherë ishte momenti kur e bëm hapin, edhe Komisioni për verifikimin e mandateve u votua, edhe ishin 120 deputet gjithsej në sallë, pra secili të gjithë votuan, çdo njeri votoi, dhe në këtë mënyrë arritëm që ti verifikojmë mandatet duke bërë deputetët betimin dhe duke u bërë deputet të Republikës Kosovës. Mirë po, këta deputet ka nevojë për shtëpinë e tyre. E shtëpia e deputetëve është Kuvendi I Republikës si institucion, jo vetëm kështu si ndërtesë ku ndodhemi tani. Për të bërë kjo, duhet zgjedhur kryetarja dhe 5 nënkryetarit. Dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetarës dhe të 5 nënkretarëve është e paraparë me nenin 67 të Kushtetutës së Republikës Kosovës në një nen të vetëm. Pra, kryetarja apo kryetarja dhe nënkretarët janë bashkë. Unë falenderoj kontributin, pjesëmarrjen e të gjithë atyre që ishin në mbledhjen e sotme, pra kolegë deputet, me që rast është e vërtet që ne si lëvizje vetëvendosje, si shumicë parlamentare, si shumicë relative, fitues të zgjedhjeve, e kemi përgjegjësinë kryesore për formimin e qeverisë, por për formimin e Kuvendit, për themelimin e institucionit të Kuvendit si organi përfaqësues legjislativ, e ka thënë edhe gjykata kushtetuese së fundmit që kemi përgjegjësi të gjithë. Konkretisht, duhet theksuar me këtë rast që gjykata kushtetuese në gjykimin e saj ka theksuar që gjykata nuk zgjidh mosmarrëveshje politike midis grupeve parlamentare. Pikërisht pse gjykata kushtetuese ka thënë që gjykata nuk I zgjidh mosmarrëveshje politike midis grupeve parlamentare, ne u mbledhëm që ta diskutojmë këtë. Dhe tjetra ka përmend 3 tokë fjalësha interesant: bashkëpunim në mirëbesim, konsultim konstruktiv dhe konsenzus apo kompromis. Me fjalë tjera, provojeni një herë konsenzusin, nëse s'keni konsenzus, atëherë bëjeni kompromisin. Dhe kjo të bëhet me bashkëpunim mirëbesim dhe me konsultim konstruktiv. Ne e bëm edhe konsultimin konstruktiv, e bëm edhe bashkëpunimin mirëbesim, por u pa që konsenzus nuk ka, ndërkaq sa I përket kompromisit ne kemi lëvizur. Unë si kryetari I lëvizjeve vendosje, subjekti fitues, I cili për nga numri I ulseve është më I madh se I dyti dhe I treti marrë së bashku, pra ju e dini që PDK dhe LDK së bashku bëjnë më pak se sa lëvizjeve të vendosje. Ne kemi 48 deputet, PDK ka 24, LDK ka 20. Ne e kemi përgjegjësinë për formimin e qeverisë, por duhet gjithë bashkë ta themelojmë Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe me këtë rast ne kemi lëvizur. Unë kam ofruar 2 opsione kompromisi në emër të lëvizjes vetëvendosje. Kompromisi ynë I parë ishte ai që e ka thënë edhe kandidatja jone propozuar për kryetarët të Kuvendit Albulina Haxhiu, e cila tha që në rast të votimit të fshehtë, nëse ajo nuk I merr së paku 61 vota, tërhiqet nga kandidatura. Këtë e ka bërë një anshëm, po unë e respektoj si qëndrim personal I saj. Ajo nuk dëshiron që të votohet 2 herë për të me votim të fshehtë. Me votim të fshehtë për Albulina Haxhiu do të votohet vetëm një herë. Andaj ne kemi lëvizur, krahasuar me situatën para të enjtës, kur u dha atë gjykimi gjykatës kushtetuese, dhe kjo nuk duket që u kishte bërë përshtypje partive opozitare.
Kompromisi i dytë, që po ashtu u shpreh sot si opcion, ishte që le ta bëjmë një marrëveshje politike lidhur me nenin 66, lidhur me nenin 67 Kushtetutës, e që është marrëveshje në paketë për kryetarin dhe për nënkryetaret, dhe më pastaj, nëse nuk e duan kurrqysh votimin e fshehtë, le t'i delegojnë përfaqësues të tyre në këtë komisionin për votim të fshehtë, të cilët mund të argëzojnë me votë. Sepse procesi ka ngelur gjysmë. Ju e dini shumë mirë që ne aty e kemi deleguar Hekuran Muratin si deputet dhe të tjerët nuk kanë deleguar. Pra, le t'i delegojnë të tjerët dhe po erëzojmë atë komision për votim të fshehtë me votë të përbashkët në kuvend, me marrëveshje, e cila e pason marrëveshjen politike që kryetarja dhe nënkryetaret të votohen në paketë. Tash ne e dim që partitë opozitare kanë treguar preferenca për emrat e vetëvendosjes. Mirë, po kjo nuk është mënyra që ndërtohen shëndetshëm institucionet. Cili është kuptimi që të dalësh subjekti fitues në zgjedhje, nëse në fund, pasi që del subjekti fitues, duhet kundërshtarët e tu humbës ta përzgjedhin se kush duhet të udhëheq me institucionin më të lartë. Pra, nuk është në rregull që ne t'ja u përcaktojmë nënkryetaret subjekteve opozitare, ndërkaq fituesit, ata që i humbën zgjedhjet, t'ja përcaktojnë emrat e veçantë. Pra ne i bëm këto dy kompromise me ta, të cilat u refuzuan, por megjithatë takimi ja ka vlejtur, mbledhja ka qenë e dobishme, për shkak se u sqaruan shumë gjëra. E njëra ndër gjërat që u sqarua, me të vërtetë është e çuditshme dhe është brengose. E kjo është që për bindjen time të fuqishme, partitë opozitare, PDK dhe LDK e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë atë publikisht. Pra po e ritheksoj, PDK dhe LDK e kanë keq lexuar atë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe po e keq interpretojnë publikisht. Nuk është as qëllimi, as kuptimi i atij gjykimi çfarë po thuhet publikisht nga PDK-ja dhe LDK-ja. Në këtë aspekt, konkretisht, Gjykata Kushtetuese nuk ka thënë që komisioni për votim të fshehtë është antikushtetues dhe as që votimi i fshehtë është i tillë. Po ashtu Gjykata Kushtetuese nuk thot askund që kryesuesi Avni Dehari ka bërë ndonjë shkelje. Nuk mund ta gjejmë asnjë pikë, asnjë paragraf, asnjë fjali të asnjë paragrafi ku thuhet që kryesuesi ka bërë shkelje. Prej se ka filluar me udhëheqjen e seancës konstituive me datën 15 prill, asnjëherë Avni Dehari nuk e ka bërë asnjë shkelje. Pra do të përballem me këtë fakt. Tjetra, në asnjë paragraf dhe me asnjë fjali të asnjë paragrafi nuk thot Gjykata Kushtetuese që ka pasur shmangje nga rendi i ditës. Rendin e ditës Gjykata Kushtetuese e përmend në pikën 153 dhe tek ajo praktikisht tregon cilat janë 4 pikat e rendit të ditës. Në paragrafin 153, Gjykata Kushtetuese, kur i numëron këto 4 pika, praktikisht aty shihet qartë se bëhet fjalë për synime të rendit të ditës, jo për mënyra. Këtu besoj që është lajthitja në cilën ka rënë opozita. Nuk bëhet fjalë për mënyra, po për qëllime. Dhe këto qëllime janë të thëna në rendin e ditës, pika e parë e rendit e ditës, formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, kjo është kryer përfundimisht me 19 prill, betimi i deputetëve, kjo është kryer me 19 prill, e mandej vjen zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të kuvendit që nuk janë bërë ende. Pra nga rendi i ditës, 2 pika janë kryer e 2 jo. Por rendi i ditës nuk flet për mënyra si arrinte një destinim, por flet për ato destinime. Kryesuesi Avni Dehari provoi me votim të hapur, nuk arriti që të bëhej zgjedhja e kryetarës,
Albolena Haxhiu, dhe kur provoj disa herë, atëherë ishte në dorën e tij që të gjejë një zgjidhje tjetër për qëllimin e njëjtë. Pra nuk ka ndryshim të qëllimeve që është trendi i ditës. Ka një mënyrë të re, po jo në gjysmë të rrugës, po në fillim. S'ka kurfar gjysmë të rrugës këtu. Është një fillim i një metode të cilën e parasheh aktgjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014, duke e theksuar aty që gjithë deputetët, madje secili duhet të votojnë përveç se të jenë pranishëm për kundër ose abstenim. Tash votimi i fshehtë nuk mund shpallat antikushtetues. Ky komision nuk u shpall antikushtetues. Kryesuesi Avni Dehari nuk ka bërë asnjë shkelje. Lëvizja vetëvendosje ofroi 2 kompromise. U refuzuan. Ne e bëm lëvizje. Tash unë e di që shpesh herë partitë opozitare po thonë le të ndryshoj lëvizja vetëvendosje. Po ne i mbajtëm zgjedhjet me 9 shkurt. Populli tha le të ndryshoj opozita. Se lëvizja vetëvendosje është fituese e qartë. Unë si bartës i listës së vetëvendosjes kam numrin më të madh rekord të parlamentarizmit në Kosovë. Vetëvendosja është më e madhe se PDK dhe LDK marrë së bashku. Pra, rezultati që duhet lexohet nga populli nuk është që vetëvendosja duhet ndryshoj, duhet ndryshoj opozita. Rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit tregon pakënaqësi popullore me opozitën, jo me vetëvendosjen. Vetëvendosja është e para. Dhe ajo që po ashtu u trajtua është edhe fakti që masa e përkohshme që ka kërkuar opozita është shpallje pa nevojshme. Se opozita, kur është deputetja Time Kadriaj dhe 10 deputet të tjerë, kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese masë të përkohshme. Gjykata kushtetuese ka thënë që kjo është e panevojshme. Dhe në pikën apo nenin paragrafin, o mirë të them 190 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, qartas i thuhet që këtë kompromis nuk duhet ta bëj vetëm subjekti fitues, por duhet ta bëjnë edhe grupet e tjera parlamentare. Tash keq leximi që i ka bërë opozita aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe keq interpretimi që e bëjnë vazhdimisht është rreziku më i madh për të na larguar nga parafrimi i nevojshëm. Sepse kemi keq lexim. Gjithashtu është për mua e çuditshme se si nuk e kanë ndërmend ta ndalin bojkotin ndaj propozimeve tona. Pavarësisht se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014 në pikën 128 thotë që të gjithë deputetët, do të thotë sipas tyre secila duhet të votojnë për kundër ose abstenim, ata vazhdojnë ta bojkotojnë këtë çështjen e komisionit për votim të fshehtë. Dhe bojkoti i komisionit është praktikisht bojkot i konstituimit. Meqense mund të bojkotosh kur vjen puna në një ligj madhor, në një projekt ligj që sill qeveria. Por nëse bojkoton në seancën konstituive, je duke bojkotuar konstituimin e kuvendit. Këtu nuk e dia janë duke kuptuar se me mos votim çfarë po bëjnë. Dhe krejt në fund para se të kalojmë tek pyetjet eventuale tuaja, në faqen 47 të fundit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, në pikën e parë thuhet që seanca e konstituimit nuk ka përfunduar dhe nuk është zhvilluar në pajtim me përcaktimet dhe kërkesat e paragrafit 1 të nenit 66 të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Të nderuar gazetar, le ta shohim se çka thot ky neni 66 në pikën 1. Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve zgjedhjeve. Me fjalë tjera, gjykata kushtetuese na ka thënë, konstituimi i kuvendit më së largu është dashur të bëhet me 15 maj. I keni pas veç 30 ditë. E tash, meqense nuk e pas keni ditur, po a japim 30 të tjera deri me 26 apo 27, korrekt nuk e di cila datë i bie saktësisht. Nuk ka të bëj as me votimin e fshehtë,
nuk ka të bëj as me komisionin për votimin e fshet. Ne vazhdimisht vim në seancë që të votojmë, kur votojmë për, ne nuk jemi blokuesit dhe sidomos tani që ofruam 2 kompromise duke lëvizur nga pozicionet tona në drejtim të partive opozitare. Por një zonë. Ata konsiderojnë që votimi fshet është i kundër kushtetues dhe thonë se kushto që nisë merr pjesë në për këtë formë votimi e shkel kushtetutën. Tash duke ditë këto qëndrimet të partive opozitare dhe duke ditë që nuk po lëvizet kjo, si do të vepraniset? A do të vihet sërish në votim formimi i komisionit dhe më pas votimi fshet për zgjedhjen e parlamentit? Qëndrimet e tyre unë i di. Nuk ka nevojë fare të mi përsërisin edhe tash në vim, se isha 2 orë në takim me ta. Pra, qëndrimet e tyre janë shumë të njohura për mua, por ajo çfarë mund të them është që pavarësisht afrimit ton, nuk ka afrim nga ana e tyre, përkundrazi me këtë keq lexim ka largim. Unë vi prap nesër në seancë si më ka thirrë kryesuesi Avni Behari. Urdhën. Albulena Haxhiu për kandidatë për parlamentare ndonjë të ndryshon të qeshën nga partitë e tjera apo ashtu ekzistonin në formimin e komisionit të fshat. Kështu që interpretoni sa apo përpara nëse mbani qëndrimet në komitet. Unë qëndrimin nuk e barazoj me emër. Qëndrimi është ai që Albulena Haxhiu, nëse nuk i merr 61 vota së paku me votim të fshehtë, tërhiqet nga kandidatura. Ky qëndrim s'ka qenë më herë. Këtë qëndrim për herë të parë kemi dëgjuar dje. A ka ndukush për juve që ka dëgjuar më herët këtë qëndrim? Kjo është qëndrim i ri. Po emri nuk ka ndryshuar, sepse emrin e propozon subjekti fitues i zgjedhjeve. Pra qëndrimi është i ri, sepse po sfitoj Albulena, ne do të detyrohemi që më pastaj të sjellim emër të ri. Po deri tani nuk ka pasur emër të dytë. Tash nëse Albulena nuk i merr 61 vota, do të ketë emër të dytë. Po duhet ta provojmë këtë gjë. Kur vendimi i gjykatës kushtetuese thotë se drejta e grupit më të madh parlamentar për të propozuar është e lidhur ngushtë ose është e lidhur me detyrimin për të siguruar 61 votë. A nuk kupton që duhet të bëni një ndryshim të strategjisë politike për të grumbulluar këto 61 vota që kryetari i kuvendit që është propozuar nga jo të ketë sukses dhe të marrë atë post që pozicionon të ketë, ose që ja jep argumentimi gjykatës kushtetuese dhe ai i vitit 2014 që të tillë, dhe ku është ideja që të ketë një propozim ose të vihet në seancë me një propozim i cili nuk ka lënë tash sa herë më. Së pari, ajo çfarë nuk po kalon për shkak të bojkotit opozitar, që po e pamundson quorumin përkatësisht konstituimin e kuvendit, nuk është Albulena Haxhiu, por komisioni për votimin e fshehtë. Opozita është shumë më tepër kundër votimit fshehtë se kundër Albulena Haxhiu. Nga të gjitha këto seanca, vetëm 1/6 e tyre kanë qenë për emrin Albulena Haxhiu. Vetëm 1/6. 5/6 e seancave janë për komisionin për votim fshehtë. Pra, partitë opozitare nuk e kanë problem Albulena Haxhiun sa e kanë votimin e fshehtë. Shtrohet pyetja pse e kanë kaq shumë problem me votimin e fshehtë. Nëse janë aq sigurta në vetvete, pse nuk e lejojnë votimin e fshehtë? Le ta bëjnë votimin e fshehtë. Qytetarët kanë votuar fshehtë apo jo? Le të votojnë edhe deputetët fshehtë si qytetarët. Pa presione. Unë nuk e di Albulena Haxhiu ai ka 61 vota me votim të fshehtë. Por m'ju thon drejtën, ky kundërshtimi i madh opozitar ndaj votimit të fshehtë, po më shtin pak më shumë me besu që mbas edhe i ka 61 vota. Nuk jemi të kurrë strategjie tjetër, por të një mënyrë që e parasheh edhe kushtetuta. Votimin e fshehtë. Ju e patë që në Gjermani, kryeministri, kancelari atje Friedrich Merz, partia e cilit nuk i ka marrë si vetëvendosja 42.3%, por 28.3%, u votua me votë të fshehtë. Vota e fshehtë është po ashtu institucion demokratik. Është mënyrë e paraparë në rregullimin juridik e kushtetues të Kosovës.
le ta provojmë votimin e fshehtë. Nëse Albolena si merr 6-1, na pesjellim një emër tjetër. Zoti Kurti, pse është e vështirë për juve të partit tuaj që të kalojnë në votimin e hapur? Si është problemi që të kalojnë në votimin e hapur në të koordinatën që lidhen me partitë të tjera pas Lundinën, që do të ketë dhe nuk do e votojnë komisionin, Së pari, ne e provuam votimin e hapur. Dhe kryesuesi i seancës, Avni Dehari, tha, me qenë se s'po ecë me votim të hapur, ta provojmë votimin e mbyllur. Se ne as në zgjedhje nuk mund të shkojmë pa e konstituu kuvendin e pa e shpërndarë atë më pastaj. Pra u provua votimi i hapur. Tash le ta provojmë votimin e fshehtë. Po këtu nuk po lejohet një gjë e tillë për shkak të pamundësimit të kvorumit. Për mua do të ishte në rregull nëse opozita e hedh poshtë komisionin për votim të fshehtë me votë. Mirë po mos votimi i tyre o shkelje e kushtetutës. Unë asnjëherë nuk kam ardhur e asnjëherë s'kam munguar e që s'kam votuar dhe që s'kam votuar për. Kjo ka qenë detyra ime si deputet. Dhe unë nuk ju jam përgjigjur juve në këto ambiente, sepse aty jam një nga 48 deputetët e subjektit fitues. A sot jam një koqer i këtij takimi me partitë opozitore. Albolena Haxhiu nuk mund të votohet tash pa u sqaruar çështja e këtij komisioni. Ne e kemi dhënë përfaqësuesin ton, i cili është Hekuran Murati. I thash partive opozitore, çoni edhe ju përfaqësues të ju. Dhe më pastaj janë dy mundësi. Ose testojeni Albolenën ai ka 6-1 ose jo, e nëse si ka, ne sjellim emër të tjetër, ose po merremi vesh për një marrëveshje paket politike për kryetaren dhe nënkryetaret, erxojmë komisionin për votim të fshehtë dhe shkojmë te votimi i hapur. Po asnjërin prej këtyre, këto janë qëndrime të reja të mia, tu s'keni dëgjuar më herë. Urdhon. Nesër unë vinë seancën u heq Avni Dehari. Një herë është Albolena Haxhiu. Nëse Albolena Haxhiu i merr 6-1 vota, është Albolena Haxhiu. E nëse Albolena Haxhiu nuk i merr 6-1 vota, atëherë ma bëni këtë pyetje dhe do ta merrni përgjigjen padyshim. Ne nuk jemi të sigurt 100% që Albolena Haxhiu propozimi ynë i ka 6-1 vota me votimin e fshehtë. Mirë, po nëse jemi duke u mbledhur tash e afër 40 herë, pse të mos e provojmë votimin e fshehtë? Nëse po vim çdo 48 orë, pse njërin prej këtyre herave që vijnë këtu çdo 2 ditë, të mos e provojmë votimin e fshehtë? E provuam votimin e hapur, nuk arritëm ta konstituojmë kuvendin, na kanë ngelur pa e përdorur edhe votimin, pa e provuar votimin e fshehtë. Pse të mos e provojmë? Provojnë e për një herë? Le ta provojmë. E tash, nëse nuk e votojnë Albolena Haxhiu me votim të fshehtë, ta zëm se nesër e kemi votimin e fshehtë. Nëse Albolena Haxhiu nuk votohet duke mos i marrë 6-1 vota, ne do sjellim emër tjetër edhe situata megjithatë përpara. E pse po doni Albolena Haxhiu me votim me votim të fshehtë? Sepse është propozimi i subjektit ton. E kemi propozuar me vot hapur. 6-1 vota me votim të fshehtë. Edhe prej kujt i keni? Nëse i kemi 6-1 vota, ajo bëhet kryetare. Nëse si kemi 6-1 vota, ajo nuk dëshiron të testohet më. Shiko, nëse nuk do të arrija të formoj qeverin pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vetëvendosje. Por mos konstituimin e kuvendit, përgjegjësia është e të gjithëve. Dhe populli kur na ka dhënë votën si vetëvendosje, nuk na ka dhënë vetëm për përgjegjësi, por na ka dhënë edhe për pushtet. A kuptoni? Populli nuk voton vetëm për me qenë përgjegjës, po të voton edhe për me udhëheq. Populli të voton si e më i miri, populli të voton si e më i drejti.
Nuk voton veç për me pas përgjegjësi, a kuptoni? Populli ka ndëshku opozitën. 4 vjet kanë qenë opozit, edhe i la me 24 dhe me 20. Tash po thojnë ndrysho ti. Kjo nuk është në rregull. Më fal, vesh edhe. Unë mendoj që kur kemi parasysh propagandën, ti jesh më i madh se partia numër 2 dhe 3 marrë së bashku, kjo është e paparë në Evropë. Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Po Shqipëria vërtet është. Komisioni për vota fsheta, a mund të shku fakusisht. A mund të shku edhe 10 vjet me kërku me vota fsheta. Për komision. Shikoni, ne këtë mund ta kryejmë nesër. Po nëse s'ka lësh. Po, a kuptoni, nëse s'ka lënë me votat në sheftë, na sillim emër tjetër. Komisioni, ne dy komisioni. Po komisioni tash unë nuk e di çka do të bëj kryesuesi Avni Dehari. Mirë, po ne marrëveshje këtu nuk kemi. Dhe duhet ta kuptoni që vetëvendosja është subjekti fitues. Dhe tjetër kush nuk mundet me propozu emrat tonë për neve. Ne jemi më të mëdhaj se PDK-ja dhe LDK-ja marrë së bashku. Veç edhe në Shqipëri ka një shembull gjajshëm. Askund tjetër në Evropë. A ka një shembull tjetër në Evropë? Veç në Kosovë dhe në Shqipëri subjekti i parë është më i madh se i dytë i tretë i marrë së bashku. Mos e harroni non shkurtin, se shikoni, nëse më kritikoni në vitin e 4 qeverisë së tretin, mund të shohim se çka kemi bërë ndërkohë. Mirë, po zgjedhjet na i patëm tash. Shtrohet pyetja nëse pas me qeverisë kaq keq që po thot opozita, pse e dyta edhe e treta së bashku nuk bojnë sa e para? Pse? Pse kryetari i PDK-s dhe kryetari i LDK-s udhëheqin parti që marrë së bashku nuk bojnë sa e para? Është zgjidhje e popullit, ç'to është puna. Unë s'mu i mjau dhonë tavolinë që asjo ka dhonë popullin kuti. Problemi, thelbi i krit problemit. Ta provojmë votimin e fshehtë. Ta provojmë. Po kjo nuk ka fundon dëshiras. Nuk fundon dëshira është mundësi kushtetuese. Votimi i hapur se i fshehtë. Pse të mos e provojmë votimin e fshehtë? Ta provoj votimin e fshehtë dhe nëse si ka vota në votimin e fshehtë, pendrojmë emrin. Ta provoj votimin e fshehtë. Ja. Në seancën tjetër, me një herë sjellim emrin e ri nëse herën e parë. Jo pa u provu Albulin Haxhi. Jo pa u provu. Po, shikoni, unë kam ftu takime në brell. Nuk veshin. Në maj do veshin, do s'veshin. Sot derdhen gati krejt. Mirë është kjo punë. Mirë, po unë po them edhe një herë, keq leximi që i kanë bërë atë gjykimit, gjykatës kushtetuese është problemi i madh. Kjo do të na largojë. E duhet ta pyetni gjykatën kushtetuese. Ta pyetni gjykatën kushtetuese, kështu siç jeni këtu. Jo, siç jeni këtu, po interesimin e shfaqt ju. Siç jeni këtu, shkoni te gjykata kushtetuese, ju lutem, edhe pyesni gjykatën kushtetuese çka bëhet mas 30 ditë. Po pse s'po e pyesni ju nëse keni këtë interesim? Ama unë po ju them, shikoni, po ju them që kjo pyetje është legjitime. Vetë që adresa nuk është legjitime. Nuk pyetet kryeministri për këtë gjë, se nuk e din kryeministri. A gjykimin e bën ata? Ata që kanë bërë atë gjykimin, do të duhet t'u sqarojnë juve si gazetare nderuar çka ndodh me Kosovën me 26 të 27 korrik. Edhe unë e marr vesh përmes juve pastaj. Ta që kanë zmejuar në takema, keni këtu sërish në këto mes 28 orëve, sërish kandidatët për mund me gjithë gjithë, me që kanë zmejuar të është një hapë të tjetër. Mund t'i ftoj, por ta keni parasysh që takimi e mbledhjet nuk janë më lajm. Ajo që është problemi kryesor aktualisht është keq leximi i akt gjykimit të gjykatës kushtetuese që është shndruar në keq interpretim publik nga ana e Partive Kombëtare. Faleminderit shumë, e mirupafshim.